nda spaku. Janë dhe me video. Edhe dihet shumë mirë kjo gjë dhe i kanë bëj thirrje. A doni me tu krimin zgjedhor? Venin përgjim telefonin e kandidatit. Si ka mundësi një kandidat në 2021 merr 2500 vota dhe në 2025 merr 21000 vota, më shumë se Edi Rama. Edi Rama merr 15000 vota kur konkurrojnë Durrës, është deputeti i qarkut ton, dhe ky merr 21000. Pra shumë e thjeshtë, këta s'duan, kam shku vullnetarisht dhe i kam thonë, ma veni telefonin tim përgjim. Unë dal vullnetar edhe më shifni, me kë takohem, a blej vota. Po shumë e thjeshtë me dënu. Nuk duan më marr me zgjedhjet fare. Nuk duan të merren me zgjedhjet. Atëherë dhe Genci pyet, po Adriana. Jo, okay. Jo, se vetëm këtë për të shtuar. Pra, duke ardhur në këtë pikë, këtë jemi duke thënë. Çfarë është bllokon këtë se unë këtë po them. Ja pra unë. Po nuk e zgjidh protesta e fundit, fjalia po shiko. Ka rregull politike. Armiku tim është miku im. Tani unë mendoj që opozita, Partia Demokratike është duke vepruar drejt tani. Për narrativën jam dakord me atë që thot Borimi, por shiko, në rast se nuk merr pjesë në reformë, në rast se ti del nga parlamenti. Nuk e luksin të unë mendoj që duhet i bëj gjitha. Gjitha. Adriana tani, unë dua, domethënë duke qenë dakord se Adriana jemi në fund. Po pra, dua ato për çfarë unë edhe ju njoftova që kam një lajm ekskluziv. Pyetja që unë kur marr këtë lloj vendimi nga gjykata e Tiranës, pra është ajo pjesa e sistemit në tërësi, se vendimet nuk merren vetëm nga GKK-ja apo nga Spaku, ka dhe prokurori të jurisdiksionit përgjithshëm, atë që tha Elkeri, dhe ne duhet ta shikojmë problemin në tërësinë e saj. Shikoni se ku godet Rama. Godet në individ të caktuar që nuk marrin vendimarrjen që do ai. Pra, dikush doli nga rrjeta. Dikush i shpëtoi vëmendjes së kryeministrit. Tani ju e dini dhe unë do bëj një pyetje retorike, do ta lë pa përgjigje dhe çdo qytetar që po m'ndjek, le t'ja bëj vetë përgjigjen. Se çfarë duhet bëjmë ne sot? Unë si kallëzuese, po edhe Partia Demokratike me Altin Dumanin. Po marr konkretisht veprimet e palishme në këndvështrimin tim, nuk merrem unë as me thashë theme, as ka bër këtë apo ka bër. Adriana, sa më komplet atëre, në 9 shtator, shkurt, në 9 shtator kam bër kallëzimin penal për grabitjen e tokës në Surrel. Evidentohet qartësisht përpos emrave të tjerë, se kam dhe kadastrën këtu, me qenë se doli, se gjithë krimi në Shqipëri lind ke kadastrën. Aty ka adresën. Edi Rama, familjarët e Edi Ramës dhe Ëngjëll Agaçi. Kallëzimi me 9 shtator 2024. Me 11 shtator, pra në kohë rekord 2 ditë, Altin Dumani e kalon për kompetencë në prokurorinë e Tiranës. Tani, pse më shqetëson më kjo? Tani, si mund të shoshti për kompetencë kryeministrin në prokurorinë e Tiranës? Prandaj themun e ka ul vetë qepenin Altin Dumani me këtë vendimarrje. Kur ti thua që unë si Spak nuk e jetoj Edi Ramën, po unë do jetoj vetëm Sali Berishën, Ilir Metën, këta ishat, kurse këtë që është aktual ta jetoj prokuroria e Tiranës. E çon për kompetencë në prokurorinë e Tiranës. Në dhjetor 2020, në dhjetor, se ka edhe më keq, në dhjetor të 2024-s, prokuroria e Tiranës as nuk merr vendim pushimi, është ajo që tha Uloni. E marrin qëllimisht vendim mos fillimi, që ti mos jesh pjesë e procesit, që vendimarrjet jenë dhënë këshillimi. Dhe në shkelje të ligjit, sepse vendimi mos fillimit, thot ligji, është 15 ditor, pra ushtua dhe një prokuror tjetër që duhet çuar për kallëzim penal, po e marrin mbas 6 muajve merr vendim mos fillimi. Ndërkohë mund ta merrte shumë mirë vendim pushimi. Qartë. Vim tek ka një problem tjetër. Për tokën e Surrelit ka vendos një gjyqtare, nuk kam asgjë personale. Por ka një problem të madh. Unë si kallëzuese kam thënë, prokuroria e Tiranës nuk mund ta hetoj këtë çështje, se ka ca raste, nuk mund të shkoj Auloni në një gjyq që është gjyqtar vllai i Aulonit. Ka ca rregulla. Gjën e parë që do bëj Floriani, për integritetin e vet moral para kërku palës, do thotë unë jam dorëheqën për këtë arsye. Ndërkohë prokurori i rrethit është bashorti i gjyqtares. Që ka dhënë vendimin. Dhe unë i kam thënë, o ktheni çështjen në Spak,
njëri o tjetri në këtë histori. Ose jo, kam thënë, më e pakta çojnin në prokurorinë e Durrësit. Në rregull, paktën që mos ketë, vijoj. Vim ke vendimi i gjykatës Tiranës. Çfarë thot? Më jep mua të drejtë? Thot jo. Kjo çështje është kompetencë e SPAK-ut dhe GKK-s. Jo e prokurorisë Tiranës. Mund të marri Prokuroria e Tiranës vendime për zyrtar të lartë, se thot neni 75 ai kodi procedurës. Tani ç'a ndodh? Ka që rastësi që edhe kjo çështje shkon ke Irena Gjoka? Edhe kjo çështje shkon ke Irena Gjoka. Pra, Irena Gjoka që persekuton opozitën, që dënon me arrest shtëpie ish kryeministrin, ish presidentin Berisha, çfarë thot në fund? Ka dyshime kjo thot. Ta çoj thot për konflikt kompetencash në gjykatë lartë. Pra kjo akoma ka dyshime që SPAK-u a do të jetoj apo jo? Kryeministri. E çuan dhe këtë në. E çuan. Jam në fund, Adriana nuk ka më kohë. Ja ta mbyllim. Çfarë thot gjykata lartë? Po. Gjykata lartë më jep prapë të drejtë mua. Dhe thot? Thot, është GKK-ja dhe SPAK-u thot që duhet të jetojnë. Kjo gjë ka marrë 9 muaj deri tani. Po prit. Jo, jemi në 2025-ën. U bë viti. Tani ç'a ndodh? Shkon çështja prapë ke Irena Gjoka. Po, thot Irena. Dhe Irena Gjoka tani mund të bëj çfarë do lloj vendimarrje në lidhje me pavlefshmërinë e akteve. Por datën e kallëzimit penal nuk e ka në dorë Irena Gjoka. Atë e ka në dorë kallëzuesi kur e ka depozituar. Dhe ja çon SPAK-ut dhe SPAK-u prap e bën prap SPAK-u me mos fillim. Nuk i dilte 1 vit e gjysmë çështja në gjykat. Me mos fillim. Prap çështja e kundërshtimit tim ke Irena Gjoka. E lën në fuqi. Dhe vazhdojnë të gjithë këto. Dhe ku është sot Adriana? Çështja është në gjykatën e lartë, që unë kam çuar për të shqyrtuar, sepse edhe 2 shkallët e gjykimit, siç e tha Aloni, e bëjnë me qëllim dhe për të mos mbaruar në këtë pikë, prit se ka e fundit. Është i njëjti vendim për Erion Veliajn, që unë e mora para disa ditësh nga gjyqtari Dritan Allunaj. Sepse për një çështje që unë kisha kallëzuar Erion Veliajn, Altin Dumani po njëjt e çon në provorinë e Tiranës. Dhe Dritan Allunaj me të drejtë thot, a është gjykata e Tiranës kompetent apo GKK-ja? Adriana ka një përgjigje për këtë. Mos ço ti më denoncime më motor. Ashtu. Dhe unë tani pyes publikun, çfarë duhet bëjmë ne? Me Altin Dumani, në shtator të 2024, ka urdhër shepenin e SPAK-ut. Më gjeni kushe, zonja Kalaja, më gjeni kushe pa fiton sot ONM, shkruani ONM-s.